Këto janë shkallë elektrike, Alina. Sa mirë pas kanë bërë që kanë vënë të lodrat këtu. Të gjitha gjërat e vitit të ri janë me super ulje. Kjo. Shikoni sa e lezetshme është kjo për t'ia veshur. Jo si u bë, keku i ka. Kemi sistemuar, po bëjmë printime, gjëra. Është goxha ftohtë. Edhe Yes, they do. Kujdes mi Alina, sa s'ke frik fare mi mam, të lumt. What do you mean on? Look. No, I have to put them. Those stairs are so much. I couldn't even breathe. Përshëndetje gjithëve dhe mirë se erdhët sërish në kanalin tim në një video të re. Ju që keni rastisur për herë të parë këtu, unë quhem Majlinda. Edhe ky është kanali im ku unë ndaj përditshmërinë time si një mami dy fëmijëve. Edhe jetën tonë, ç'a bëjmë ne, hallet tona, gjërat tona në përgjithësi. Ndërsa ju që jeni gjithmonë këtu, mirë se u rikthyet edhe faleminderit që vazhdoni më ndiqni. Unë dola sot pas dite me Alinën, sepse Roeli me Erionin janë bashk, i lam në shtëpi, tani janë te shoku Erionit që ka 2 çuna, edhe Roeli kënaqet që los me ato. Janë shumë të këndshëm, ta them si fëmijë nuk e di, shumë kënaqet Roeli, nuk zihet me to, se nuk e acarojnë, nuk e di, kënaqet, anyway, janë atje. Dërsa unë me Alinën kisha për të bërë diçka, ishte kaq ftohtë edhe po më djeg fyti tani, se vetëm këtë dhe xhupin kisha për të bërë diçka që nuk e bëra, por nuk ka gjë, mund ta bëj dhe nesër. Kisha për të mbaruar një punë. Edhe shkuam tek një dyqan me mobilje që kam dashur të shkoj shumë herë, shqyqyr që hoqa me rakun si s'kishte asnjë gjë, është kështu charity shop me mobilje të përdorura, edhe i ka goxha të shtrenjta. Tani vërtet mund të jenë prej druri për shembull, por kanë nevojë që të lyen ose t'i bëjnë ndonjë gjë, nuk janë cilësi, domethënë shumë e mirë, për ato çmime mund ta marrësh të re dhe nuk të lëviz ajo. Anyway, kur kam ardhur këtu në fillim dhe kemi shkuar atje, ka patur më shumë gjëra dhe më të mira, por këtë herë, mbase qelloi periudha e vitit të ri që mund të kenë blerë shumicën e gjërave njerëzit, nuk e di, por nuk më pëlqeu ndonjë gjë, nuk më ngeli fiksim ndonjë gjë. Ishin ja 2 kështu vitrina për libra, por kaq, jo ndonjë gjë, kush e di. Edhe si rastësisht takuam edhe Grace atje. Kishin shkuar tek lodrat, kështu që kur mbaruan ulëm pim një kafe dhe u kënaqëm, e shijuam, bëm muhabet. Kishin vënë ca lodra aty që ju do i shikoni sekuenca që un kam filmuar. Edhe po ju le të shikoni sa të nxjerr gjërat nga çanta edhe t'ju tregojmë çfarë blem. Alina. Busted. Po janë piso, mami. Kjo nuk besoj t'jetë e re. Ah, e re. Shumë mirë, më mirë e imja. Here, hold my hand. E që kishtin me.
Këto janë shkallë elektrike, Alina, nuk është ashensor, më. Po sigur të bjerë telefoni poshtë mua që filmoj, o sot. Ta kam bërë, hajde tani. Pse Alina? Alina. Sa mirë pas kanë bërë që kanë vënë këto lodrat këtu. Do doja të bëja një kafe, por është ora 7. Është Big Brother, është. Do pi musht, nuk do pi kafe. Dje më ka dhëmbur koka dhe kam përshtypjen sepse kisha filluar të pija nga 2 kafe Paradite Express. Edhe kam përshtypjen që mbase më ndikoj ajo, edhe më dhimbte koka gjithë pas ditën, se piva kafe dhe pas dite. Kështu që sot kam pirë vetëm 1 në mëngjes, më duket, apo jo, po, 1 në mëngjes, edhe piva laten që mora atje. Këto janë gjërat që kishte marrë Alina me vete për të lozur. Alina e ka shumë vështirë që të ndaj gjërat të tjerët, e mbaj mend edhe unë kam qenë kështu. Kjo e ka nga që mund të ketë qelluar që ja kanë prishur lodrat ose ndonjë gjë dhe nuk do, po sot u munduam edhe ishte më mirë me Grace dhe me Daisy. Kështu që mirë. Tani halli që kemi ne është që kemi filluar një luftë me ushqimet, sepse Alina dhe Rejli hanë shumë ndryshe, shumë marrë frym kështu, sepse ata që kanë fëmijët nazeli me ushqime e din mjaft mirë. Kur është një fëmijë mbase është ndryshe. Kur janë të dy, do me thënë unë dhe Erioni ham çdo gjë, nuk kemi naze, unë një herë fare. Por Alina dhe Rejli shumë ndryshe dhe kemi filluar një luftë që të ham ushqimet, t'i provojmë me zor, sepse refuzojnë sa të gjojnë emrin, do me thënë, nuk duan as të hanë fare, dhe pastaj Alina mund të hajë çdo gjë që ka qef, fruta, perime, të gjitha gjithë ditën dhe nuk ha ushqim. Rejli pak më ndryshe, pa i ka bezdi kur i përzien gjërat në pjate kështu që kemi filluar një rregull që shpresoj ta mbajmë. Erioni është më strikt se unë dhe shpresoj që të më shtyj që ta mbajmë këtë gjë, sepse unë mund të prekem më shpejt. Por, nejse, se morëm bostan, unë nuk para marr gjëra kështu, bostan njerë jo, vetëm kur është stina, po e mora sepse ju kam thënë nesër në mëngjes, do hani vezë të zjerë. E hanin kur ishin të vegjël, hanin çdo gjë, nuk e di çfarë ndodhi që ndryshuan mbase kur provuan çokollatat dhe patatinat. Nuk e di, edhe unë do zjej vezë nesër në mëngjes, se gjysmën do haj njëri, gjysmën tjetri, të bardhin edhe të verdhën e vezës. Rejli të verdhën e vezës edhe e ha. Edhe që mos bëhet shumë mora këto pitet, Alina i ka qef, edhe Rejli i ha këto, edhe ju mora bostan që t'ja vendos në vezën, qumësht, nuk e di çfarë tjetër. Këto patatinat i hëngrëm rrugët, në Alinën i morëm të Flying Tiger, edhe këto janë që i morëm të Sainsbury. Mora dhe një miell, më duket se kam patur, miell për kek, edhe këto, janë si vezë çokolate M&M's, që t'ja hedhin kekut, nuk e di, sonte s'kam, nuk besoj që do bëj sonte, sepse dua të bëj një dush edhe të ulem, qikoj bikun, kam kuzhinën këtu pa sistemuar, enet për të lare kështu, shpresoj që t'i bëj shpejt e shpejt. Kështu që këto morëm tek Sainsbury. Kaluam tek Flying Tiger kur dolëm nga kafja. Të gjitha gjërat e vitit të ri janë me super ulje. Tani nga zbukurimet që kam patur edhe kam hedhur kur ndruam shtëpi, sepse hajt më. Edhe, mora këto,
që janë për të vendosur me gingerbread, janë si kartpiceta, po janë për të vendosur pirujnë, lugën, thikën. Janë shumë cute dhe të tilla gjëra janë nga 40p, 50p, si më thënë 40 lek, 50 lek, më çmundi kjo. Shikoni sa e lezetshme është kjo për t'ia veshur shishes. Për shembull shishes së verës, kështu, ose verë, besoj. Edhe kapuçin, kështu tek koka, edhe për ta vendosur në tavolinë. Shumë gjë e lezetshme për në tavolinën e festave. Këto që janë forma për biskota ose cookie, me formë zemre, pemë, yll, gingerbread man dhe gingerbread house. Po nuk është e thënë se ne këto mund t'i bëjmë dhe gjatë vitit, tek e fundit, po natë për të bërë biskota edhe cookie. Shikoni sa të bukura janë këto. Janë drita, string lights, 2.28 metër edhe këmbaj mend sa I mora, se s'kam dhe faturën këtu. Janë super lirë, mbase 1 pound. Edhe po kështu mora edhe këto, sepse këto mund t'i vendosi Alinat e dhoma vetë për shembull, se janë pink këto. Kurse këto janë me pemë, jeshile, ose do mund t'i vendosi Roeli, këto që kanë më të shkurtra, jo, një lloj, 2.3 metër. Ose Roeli të dhoma vetë, ose mund t'i vendosim të salloni. Janë shumë të lira. Edhe këto, që janë thjesht si shirit për zbukurim, po mund t'i vendosësh në mur, rreth televizorit, këtu te kuzhina, për vitin tjetër bëhet fjalë, që të bëhet edhe shtëpia pak festive, jo vetëm salloni edhe pema edhe pak gjë. Edhe këtë setin e filxhaneve, shikoni sa cute janë. Këto nga 9 pound apo 10, 12, nuk e di, këto janë goxha shtrenjtë me çmim normal. Unë I mora vetëm 3 pound. Janë shumë cute, edhe sa tani që po I hapu, nuk I kam hapur që të shikoja janë të tjera. Shikoni sa e bukur. Edhe nuk është, ka dhe kapakun, nuk është shumë e madhe, se mua nuk pëlqen të jetë gjigant fare. Të paktën bësh një latte është tamam sasia. Edhe tjetri këtu. Një për mua, një për Erionin. Edhe qëndrojnë kështu. A nuk janë cute? Për vitin tjetër tani, se ky vit iku. Këto janë gjërat që ne morëm. Nëse keni Flying Tiger diku afër, shkoni dhe merrni gjërat e vitit 3 që ju duhen për vitin tjetër, sepse ka super duper ulje. Edhe ja super vlen. Dhe një gjë që ju mungon për shembull, ose ndonjë gjë që duhet ndryshoni, doni të ndryshoni vitin tjetër, se janë më shumë ulje. Kishte edhe dekorime për pemën e vitit 3, po edhe tani nuk kishim dhe nge, do vim atje shtator. I ka tani të mbledh pak vendin, të bëj një dush. Edhe kështu. Mom, and I'm gonna crack the eggs on this egg. So, Mom, what are we gonna add first? Sugar? Prit, Mama, prit. Kemi milk. Mom, what is this one? Sheqer, Sheqer. vez, Edhe dy vez. edhe gjatë kemi aty të Po, cekë. edhe Dhe gjatë. hedhim edhe pak qumë. Tam, a kam marrë? Edhe do përdorim këto tepsijat që unë kam marrë dhe për bukë në fakt, dhe për kek. Edhe qumë është. Shifat për ndaj. Andaj dilte një edhe djerë. Jo. Po. Kaq, se nuk të bëjmë shumë. Can I see how much? I want. Ooh. Hedhe këtu. First ingredient. First ingredient. Yay! Dhe tani se Mama is spreading the meal. tani ti ma ke zënë pak vende në
Okej. Too crazy. Edhe tjetrën. Nëse dhe bëjmë. Mom, the cake around. Take Logan outside. On the top there. Se që është kjo kohë që shkon e vjen. Yes, Ta blej pak mami? Ta provoj si është? Can I try it? E nxirr ato çokoladat që janë që i morën brëm M&M's për të të kekë. Nxirri pak? Bravo. Hapë qesën. Hapë qesën. Të pëlqen? Tu do hash dhe vezën, pastaj të çdo ushqim. Jo. Kojtë që tu. Are the food in one or the Gisa? Jo tani, po hapi nxirr me qesja aty. Edhe unë them t'i vendosim lart kekut ato. Yeah, but do it me. Po, hiqe qesën nga aty. Tani ne e bëm kekun. Mom, which one? Prit mami. Vendosim këto vezët çokoladë nga larg, këto do shkrihen, po hajt më, shumë kemi bën. Anyway, tash shikojmë se si do dali. Mom, and I'm gonna do it. Nuk e di, ta provojmë. Ja si u bë keku, i ka përpir vezët brenda, po do e le edhe pak se më duket brenda mielli nuk, brumi nuk është pjekur. Kështu që do e le edhe 1-2 minuta. Ishte kaq ftohtë dje sa jemi mbërthyer sot. Edhe po dalim, unë me Alinën, çunat kanë hipur prapë të shokët. Edhe dalim pim një kafe. Është akull, më kam frikë se rreshket edhe rrezohesh. Rrim pak këtu te stoli se po presim autobusin. Look at it. Can you step on the water? Not on the water. Si ka ngrirë komplet. Look at that aqua. Po, Look at that eye. ndoshta ju hodhi dikush ushqim atje. Alina. Mom, can I choose my meal? Po që do zgjedhësh timi, Alina? Ti vetëm patatet ha edhe chicken nuggets. Edhe do shkosh nga që ishte Roeli, ë? Yes. Top one. Yeah. So, English, yes. Eat and... Should we check Happy Meals, Alina? Good job. Which one do I want? 4 chicken nuggets. Yes. Oh. So, No, toy or book? I'll press it. Toy. Toy.
Okay, ketchup. And Fries. small fries. What And about the just- drink? Which one? Apple, orange, fruit, water, or oh, you already chose. No Thanks. thanks. Okay. I can order. Yeah. Okay. What should I get for myself? Maybe Happy Meal too. Nah. I want to press it for you. Well, it's this one. I don't know if you can press. Good luck. Wait, barbecue and bacon. Yeah, this one I did. Okay. Now, Add to order. add bread and let's get some fries for me. I want to press Wait. it. Maybe. Oh, it's too high. Oh. Yeah. Add to. Oh. What else could we? The other way so that you could relax. Oh, okay. Që do I thosh Raelit? Që do I thosh Raelit? Ha? Pse? Good job. Ty aty apo jo? Prit merri një letër ta mbash aty afër. Mami ti i buzëri krejtë. Edhe ty? Po tani, jo, do mbarosh ushqimin, pastaj do lësësh. Gjove, që po keni ti këtu. Okay? This is good. Mom, I don't really want the chicken. Vaj, aty mund t'i hash. Mund t'i heqësh nga... Let's go çfarë? Let's go singing the song. But really should the fire song. Alina tha me që çunat tha kanë qëndruar deri vonë brëm rrim ne sot. Edhe ja, kemi dalë në drek, po kthehemi në shtëpi me natë. Çunat kanë shkuar në shtëpi. Pse u zgjohet ti Alina? Ti isha si ti, unë s'të isha zgjuar. Tërkohë shikoni sytë e mi, se është zgjuar Roeli. Është zgjuar Roeli natën. Njëherë thoshte ka mundet të bllokuara, njëherë ta mbuloj, pastaj kjo që ta mbuloj. Pastaj Roeli tha po shoh ëndra dhe erdhi te krevati im dhe jam më ka skush. Se do ta lej natën në mes dhe imagjinoni si kam fjetur. Goxha mirë si për ditën e parë të punës. Edhe po të paktën nuk kemi fëmijë sot, thjesht do sistemojmë gjërat tona. Ndërkohë kur shikoni Alinën kështu, kam një nishan unë diku këtu. Edhe Alina vdes që të prikja të nishanit. Që po të regon që ke vrakishti. Okej, tani do bëj një kafe mamit, të ndroj çantat, fus gjërat te kjo çanta që është pak më e madhe. Ta bëj unë. Kafe? Unë do ta bëj unë kafe. Të lumë të dora e vogël, shko pra më bëj. Edhe të zgjojmë çunat. Erioni që Roeli të flej qumë. Ishte një ndjesi e çuditshme mbrëm. Unë jam njëri që shkoj me qef në punë. Paktën te puna ku jam pas e ka qelluar që ndihem mirë aty. Po mbrëm ishte ndjesi e çuditshme, domethënë pas 2 javësh pushim total. Edhe, por është okay, kemi vetëm 6 javë, pastaj kemi 1 javë pushim prapë. Ne kam bërë drekën me vete, se nuk e di nëse ato të kuzhinës nuk punojnë, besoj sot. Kështu që mund të blija ndonjë gjë aty, po e mora me vete. Kam sistemuar gjithë rrobat e kalamiqave mbrëm.
që t'jenë gati për javën. Nuk kam e kurosur, pasë do t'ja kurosonte. Edhe të mijat deri diku, edhe nesër pastaj që është data 6 duhet të heqim pemën. Kam filluar të palos rrobat e vitit të ri, kështu jumper dhe triko, çorape, fustane të Alinës, do i fus gjitha në një kuti edhe t'i çoj poshtë. Do fus dhe kapuçet e këto gjërat e pastaj do të marr kutinë e pemës që është poshtë. Kështu që e kam llogaritur që thonë të prap të prishen se ta bësh pemën është shumë, madje do përdor doreza këtë herë. Se më ja shpërson shumë duart. Edhe bën goxha pluhur kur e heq, por do të hiqet nesër. Erdhi fundi. Festimeve. Thank you, Alina. Thank you, më bëri kafen goca ime. A e bërë, Alina? Është ftohtë. Ftohtë, goxha ftohtë. Ja dhe full moon. Jo si dje kam përshtypjen që ishte më ftohtë, por Velpër t'i shikon këtu gjithë rrugën. Mundojmë të futem rrugica e shkurt që të dalte autobusi. Edhe doja ta bëja në këmbë sot. Mbase edhe s'kam fjetur mirë, po ja, tani që është dimër dhe ftohtë autobusi. Erdha të marrë kapsulat e kafes që t'i kem për të puna. Me që erdha herët. Edhe me që kam kohë. Takova tha të kolegen ti me rrugës. Tani do me thënë, ajo po shkonte. Edhe yes. Dore gjithmonë të bijuteri, o zoti madh. Si jemi ne femrat. Sa njerëz. Kështu janë kapsulat e mdhaja që kemi aty te puna. Nuk e di ka të marr. Se nuk dua cappuccino, kështu dua thjesht express. Mora 2, me që janë 7 e 10 bashkë. Kemi sistemuar, po bëjmë printime, gjëra. Shko qa ftohtë. Edhe filmoj tani që jam pak vetëm, se nuk është dhe etike të filmoj kur ka edhe të tjerë. Por kështu kam ngrënë 2 copa kek që kisha marrë me vete. Kam pirë kafen, do të shkoj për tjetrën edhe ora 11:05 tani deri në 12 që kemi pushimin e drekës, por është goxha për të bërë që t'jetë çdo gjë gati për nesër që fillojnë edhe kalamiçat. Mbaruam në kohë. Dhe një latë. Alina, që po bën? Çfarë po bën? Mbaju. E mori malli sot të malli? Every time the bus turns, it feels like it's crashing into the bushes, the fence, the houses, the field, everything, even the people if they're there. Oh my goodness, that would be horrible. Oh, horrible. Yes. Gjinse të grisura unë më në të ftohtë. Down there të shkojmë kur t'jetë pak më ngrohtë, Alina, edhe diell, jo tani që është dark. Jo, duhet ecesh këtej një, po mund të shkojmë aty poshtë. Kujdes, këtej, drejt, andej. Shumë kujdes se është akullec me shumë ngadalë. Shiko sa bukur. Dëshmëra, shiko sa perëndimi bukur.
Pritni se është akull. So much water. Hajde mami. Wooden bin. What? That is so very wet. Ftot, po ka lezet të ecësh, a Alina? Po unë gjinse të grisura më, kur është ftot nuk vesh. Se kam ngrirë. Simple. Nesër do vesh streqe poshtë, si ti. Poshtë tutave do vesh streqe. Nearly slipped down. Shikoni, është akull. Mama, I nearly slipped Ngric, down. edhe s'ka shkuar ora 5. Yes. Kujdes lutem se po re atje po. Look at this one. Po mos mi. Hajde mos. I don't. Doja të thoja janë pis. Qa pis këto i ka ngrirë akulli, ka bërë. Yeah, like I'm stepping to aqua and there's like tiny roots of I ka heq akulli mikrobet. A, rosa dhe shkreta. Shikoj si merera s'kan. No, look, they crunched Is that the way to a baby? I don't know, I don't think so. No, ai po vjen këtu mami, nuk po ikën. Ai me siguri po shkon në Heathrow. Yes, they do. No, my goodness. Look at the baby is flying. Kujdes mi Alina, sa s'ke frik fare mi mam, të No, lumt. even if I float down. No, if you float down, ta thash. Largo zot të pushon zemra se është ujë akull. Se në qofë se bie këtu, thot Alina, mund të ngjitem unë prap lart. Come on, Alina. Është pikë e ftotit. Even if I fall down here, I can Eksploruesja mamit ti. I can jump Eksploru. Po, Alina, po, alamet Carry me. plani keti. Carry me.